Mediat italiane kanë publikuar një lajm ku thuhet se pensionistët italianë të cilët jetojnë në Tiranë, pra kanë ardhur në Shqipëri për të jetuar në Shqipëri, mund të përballen lidhur me një taksim prej 15%, 15%-sh. Për të folur mbi këtë lajm kam të ftuar në një lidhje direkte gazetaren Alba Kepi. Alba, faleminderit shumë për kohën që gjete për ne. Faleminderit për ftesën. Alba, besoj se e ke përcjell lajmin, a mund të na e thoni pak se çfarë do të thotë kjo? Më 20 janar të 2020-s, Parlamenti Shqiptar ka aprovuar një ligj në të cilin shkarkon pensionistët e huaj nga taksimi në Shqipëri. Dhe jemi të gjithë dëshmitar që prej atij janari 2020 deri më sot, në 2026, jemi sot shkurt, ka pasur një fluks në rritje të numrit të pensionistëve italian drejt Shqipërisë, pasi taksimi i pensioneve të tyre në Itali është mjaft i lartë dhe ata kanë gjetur rrugë të reja për të përfituar dhe për të eliminuar këtë lloj taksimi për ta pasur një purje më shumë në pensionin e tyre. Dhe nuk është Shqipëria hera parë që ata zgjedhin si vend për të bërë një gjë të tillë. E kanë bërë kohë më parë në Portugali, ku për vite të tëra mjaft si pensionistë italian u transferuan, pasi dhe Portugalia i shkarkonte nga detyrimi i taksave, pra ata merrnin pensionin italian ashtu siç ishte, pa asnjë lloj taksimi nga shteti italian, me kusht që të transferoheshin në një vend tjetër. Dhe njëjta gjë ndodhi edhe prej janarit 2020-s deri sot në Shqipëri. Po çfarë parashikonte ky ligj? Ky ligj parashikonte që pensionistët italian të transferonin rezidencën fiskale nga Italia drejt Shqipërisë dhe të jetonin të paktën 183 ditë në Shqipëri, për të pasur kështu të drejtë të eliminonin taksat italiane dhe të jetonin në të kishin një të ardhur një pension të plot pas një lloj taksimi. Me fjalë të thjeshta për teleshikuesit tuaj, nëse një pensionist italian merr 2000 euro në muaj, dhe nga këto 2000 euro në muaj, 400, 500 apo 300 euro ka qenë taksimi që merrte shteti italian, tashmë duke bërë këtë ndryshim, duke quar rezidencën fiskale në Shqipëri, duke dokumentuar se të paktën 183 ditë, pra më shumë se gjysma, apo thuajse gjysma e vitit jetojnë në Shqipëri, ata përfitojnë nga shteti italian, i cili i heq të gjithë taksimin dhe në vend që të marrin 1300, 1400, 1500 euro nga 2000 sa që kishin në të ardhurën e plot pa taksim, tani e marrin pensionin të plot. Çfarë po ndodh? Po ndodh që jemi të gjithë dëshmitar që Parlamenti Shqiptar po harton një ligj të ri fiskal. Ky ligj i ri fiskal ka eliminuar këtë nen që kishte ligji i janarit 2020, ku specifikohet që pensionet e huaja shkarkohen, apo më gjë fjalën më të përshtatshme në shqip, nga ky taksim i shtetit shqiptar. Duke eliminuar këtë lloj ligji, vjen dhe shqetësimi i pensionistëve italian, të cilët thonë: ne nuk po akuzojmë se mund të na taksoni, por ky ligj jep mundësi që mund të na taksoni. Pra, ne jemi të shqetësuar që shteti shqiptar, pas këtyre viteve që ne kemi transferuar rezidencën fiskale në Shqipëri, kemi bler apartamente në Shqipëri, kemi transferuar jetën tonë në Shqipëri, me eliminimin e kësaj klauzole apo këtij neni që ishte në ligjin e mëparshëm për shkak të ligjit të ri fiskal, jemi të shqetësuar se në mos sot nesër shteti shqiptar do të na taksojë me 15% nga të ardhurat tona. Është një drejtë e lishme e tyre. Ne nuk jemi këtu për të kritikuar se pse nuk u taksuan 5 vite, apo pse sot po e sjellim si lajm, pasi dhe personalisht kam pasur, nuk e quaj luftë, po debate të forta dhe në social, ku kam përcjell si lajm. Ne kemi drejtë dhe kemi misionin tonë të informojmë se çfarë po ndodh. Dhe informacioni është i tillë: pensionistët italian pas 5 vite që jetojnë e punojnë
pasi shumë prej tyre ta themi kanë hapur dhe sipërmarrje, qoftë vogla, qoftë në limitet e tyre, nuk në investimet që kanë bërë në Shqipëri, të gjithë këta kanë krijuar një lloj jete stabiliteti në territorin shqiptar. Tashmë me këtë ligj fiskal, ata duke pasur dhe një kulturë mjaft demokratike të mbrojtjes së të drejtave të civile të çdo qytetari, janë aktivizuar menjëherë duke i dërguar këtë notë zyrtare qeverisë shqiptare për të kërkuar shpjegime, transparencë, informacion se nëse heqja e këtij ligji që eliminonte taksimin e tyre në këtë ligj të ri që po aprovohet në 2026-ën, i bën ata që të jenë vulnerabil apo të marrin të taksim 15% në të ardhmen. Kjo është e gjithë e vërteta që ka pasur vëmendjen e mediave italiane, pasi siç thash, kultura demokratike, sidomos e drejta për ta kërkuar me komunikim transparent, informacion, me gjitha mjetet demokratike që ka një qytetar, qoftë dhe një letër apo i dërguar një qeverie, qoftë duke u aktivizuar shoqata, mekanizma, qoftë duke kërkuar vëmendjen e mediave lokale, kombëtare, ndërkombëtare. E vërteta është sot se ata po janë në pritje të një përgjigje të qeverisë shqiptare nëse ky nen i hequr nga ligji i ri fiskal do t'i dëmtojë, do t'i prek ata në taksimin 15% sa që parashikuar nga ligji shqiptar për të ardhurat e çdo individi. Alba, kemi të dhëna se çfarë shifrash janë pensionistët në Shqipëri dhe çfarë ndikimi do ketë, po themi, edhe për ekonominë shqiptare, se pensionistët italianë gjithsesi jetën e bënin këtu, shpenzimet i bënin këtu, apartamentet i kanë blerë këtu, pra kemi të dhëna? Të regjistruara ne kemi të dhëna rreth 3.000 pensionistë italianë. Pra një numër relativisht i vogël, nuk se po flasim për një numër të lartë, por një numër i cili ishte gjithmonë në rritje sipër vit pas viti, pasi pensionistët italianë kanë filluar të kuptojnë edhe standardin, nivelin e lartë të jetesës, kuptojnë se sa e vështirë është jetosh me 1.500, 1.000 euro, 2.000 euro në Itali, varet nga niveli i jetës që kanë, me këtë shifër në Shqipëri, kur di mjaft mirë që edhe pse niveli i jetës është mjaft i lartë, çmimet e shtëpive, të cilët shumë pensionistë italianë i kanë blerë edhe në qytetet bregdetare shqiptare. Kemi parë që kanë blerë shtëpia në Vlorë, i kanë blerë shtëpia në Durrës, i kanë blerë shtëpia në Kavaj, në fshatrat e Kavajës. Unë vetë kam pasur rastin shumë herë në avionet e linjës mes Romës dhe Tiranës, takoj pensionistë italianë që më kanë treguar se si kanë përfituar qoftë nga shitja e apartamentit në Itali dhe me ato para kanë blerë apartamentin në Shqipëri dhe kanë mundur të. Pra nuk po i qajmë hallim atyre, po të themi se kemi të bëjmë me një shifër realisht them të vogël, 3.000, por dhe kjo tregon se sa sensibël janë edhe sa të organizuar janë, pasi kur shohin se apo sa të vëmendshëm janë, se unë mendoj se asnjë pensionist shqiptar nuk kishte këtë vëmendje për të shkuar, për të shqyrtuar, për të hartuar se si janë ato nenet e atij ligji apo kodit të ri fiskal që po hartohet, po analizohet në parlament, në komisionet përkatëse, dhe për të kuptuar se kanë hequr këtë nen i cili mund t'i dëmtojë. Edhe kjo mendoj se është një shkollë mjaft e mirë e kulturës demokratike që ne duhet mësojmë. Alba, faleminderit shumë për intervistën.